Pasi shkrijuar profili, do ju shfaqet kjo pamje. Atëherë do shkojmë tek My Business dhe mbas krijimit të profilit, gjëja e dytë që ne do bëjmë është të krijojmë ato që quhen gigs. Pra gigset janë shërbimet që ne ofrojmë. Fiverr ka disa nivele. Në momentin që ti e hap accountin, pra sa pak e hapur fillimisht accountin, je new seller, pra je shitës i ri. Ktu është dhe vështirësia më e madhe derisa të kalosh në seller 1, seller 2 dhe pastaj është top rated seller. Pra ka disa profile ku ti vendosesh dhe për të kaluar nga një profil tek tjetri, duhet një kohë e caktuar që është 2 mujore nga një profil tek tjetri, përveç saj duhet plotësohet kushti që për të kaluar nga new seller në shitës të nivelit të parë, duhet gjithashtu që të kesh bërë minimumi $400 dhe për të kaluar nga niveli i parë tek niveli i dytë duhet të kesh bërë $2,000 dhe për të kaluar në top rated seller duhet të kesh bërë $20,000. Dhe përveç tyre ka dhe një sër kriterësh të tjerë që ne do t'i shikojmë, siç është përgjigjja në kohë e klientëve, vlerësimi në hyje që ti ke me radhë. Atëherë, hapi i dytë, gjithmonë mbas hapjes së profilit, gjëja tjetër është që ne të krijojmë shërbimet tona. Tek My Business, pra pasi ta kemi hapur profilin, do kemi këtë pamje këtu. Të Fiverr dhe mund të shkojmë tek My Business dhe shkojmë direkt tek gigs. Dhe këtu kemi create a new gig. Pra ju këto sigurisht do t'i keni bosh sepse sa jeni futur, dhe nuk do keni asnjë gjë këtu dhe shkojmë te create a new gig. Pra gig i bërë zblershëm në shqip me shërbim. Shërbimin që ju ofroni. Tani, këtu është titulli i gigut, pra i shërbimit që ju ofroni. Duhet kemi kujdes sepse këtu tek titulli për shembull, doli një moment para një 3 vjetësh që YouTube, do të thënë të mbyllte kanalin nëse ti nuk kishe minimumi 1000 subscribers dhe disa një 400 orë shikime, diçka e tillë. Dhe çfarë ndodhi? Filluan të gjithë të ofronin shërbime në Fiverr, pra që të ofronin subscription në YouTube. Dhe shkruanin këtu tek titulli I will offer, pra do t'ju ofroj 1000 subscription në YouTube. Fiverr automatikisht brenda ditës ta mbyll atë. Pra, si rregull, për shembull, ti tek titulli i gigut tu nuk mund të shkruash që unë do të ndihmoj ty me detyrat e shtëpisë. Pavarësisht se brenda Fiverrit këto ofrohen si shërbime të maskuara. Për shembull, ti këtu ofron që unë do të bëj analizën me të dhënat që ti ke. Pra, sepse Fiverr sigurisht janë me mijëra ose me qindra mijëra shitës dhe komunikime ditore, nuk mund t'i kontrolloj dot të gjitha. Por këto titujt e gigsave sigurisht janë më të lehtë të kontrolluar, sepse një shitës ka maksimumi 7, ndërkohë që bisedën ti mund ta bësh me shumë blerësa të ndryshëm njëkohësisht dhe nuk ka aftësinë që të kuptojnë 100% të gjithë bisedave që ti bën. Dhe sigurisht që nuk do, sepse pavarësisht ti po i bën detyrat dikujt në Amerikë, sigurisht ose në Shqipëri, kjo nuk lejohet, pra realisht nuk lejohet, por nëse ti e shënon këtu direkt e gig title që unë do të bëj detyrat e tua të shtëpisë, direkt automatikisht do ta mbyll të gigun. Dhe nëse të bëhen shumë si këto paralajmërime, ta mbyll dhe fare dhe profilin. Prandaj këtu do shkruash gjëra që janë të lejueshme. Për shembull, nëse ti i thua dikujt këtu që unë të ofroj 1000 subscription në YouTube, kuptohet që ti po bën diçka falso. Pra, ke hapur adresa të ndryshme emaili dhe me këto bën subscribe. Pra janë gjëra që si thua që janë gjëra fake. Pra nuk lejohet që ti të bësh gjëra fake. Edhe Fiverr nuk ti lejon. Dhe sigurisht që këtë gjë nuk mund ta bësh në titull. Për shembull, atëherë çfarë bëj këtu? Unë këtu do merresha me digital marketing, pra me marketing digital. Fiverr kur ti je shitës i ri, të jep mundësinë që të ofrosh deri në 7 shërbime. Pra të plotësosh 7 gigsa. Këto gigsat sigurisht që mirë është të jenë në përputhje me atë që ti ofron. Sepse mund të bësh një gig pavarësisht se e ke digital marketingu, mund ta bësh një gig për menaxhim në rrjetet sociale, një mund ta bësh për shërbime financiare, po themi. Pra nuk të ndalon. Por tham që mirë është që profili që ti ke hapur të ketë pra të jetë i profilizuar, të jetë vetëm për një fushë të caktuar. Dhe nëse ti në këtë rast e ke këtë je duke hapur këtë profilin tënd për menaxhimin e rrjeteve sociale, atëherë mirë është që këtu të futesh shërbime që lidhen me të. Për shembull, një nga këto është unë do të menaxhoj rrjetet e tua sociale, pra bën një gig të përgjithshëm për gjitha. Ose mund ta ndash, unë do të menaxhoj Instagramin, unë do të menaxhoj LinkedInin, do të menaxhoj Facebookun, pra mund të ndash këto 7 gigsat
me profile të ndryshme. Ose mund të bësh një gig për të gjitha. Bën një gig për të gjitha, bën dhe gigse të tjera për secilin prej tyre specifikisht. Pra sepse dikush mund të ketë vetëm LinkedIn, dhe ai kur kërkon në Fiverr për një shërbim, nuk kërkon për menaxhim në rrjetet sociale, por thotë dua që të më menaxhoj vetëm LinkedInin. Prandaj është ideja edhe ajo që thash më përpara, që në moment që mund të ketë kërkesa nga më të ndryshme atje në Fiverr, dhe mirë është ti në profilin tënd të kesh përfshira të gjitha këto, të kesh të përfshira të gjitha element. Për shembull, ne po marrim rastin sikur po krijojmë një profil dhe jemi duke krijuar një gig për menaxhimin e gjithë rrjetet sociale. Pra unë do të menaxhoj rrjetet e tua sociale. Mund ta kesh kjo është mënyra më e thjeshtë. Mirë është që ky gigu të jetë si thua show catchy, pra të jetë edhe thumbues ose për shembull ti thua unë I will blow, pra unë do t'i shpërthej rrjetet e tua sociale, pra edhe pak motivuese për atë që ti ble se sa thjesht do të menaxhoj. Pra që ai kur ta lexoj, të krijoj edhe një farë besimi që për shembull ky do bëj diçka të mirë me rrjetet e mia sociale. Ose I will bring your social media in another level. Pra, gjëra të tilla, pra nuk është e thënë që ky titull i këtu të jetë shumë formal, biles këshillohet që mos jetë fare formal. Pra të jetë sa më afrues edhe dhe të krijojë sa më tepër besim për blerësin. Pra që ky do bëj diçka të mirë, po themi me rrjetet e mia sociale. Pastaj kjo kategoria këtu është jemi tek marketingu digital. Pra njësoj siç ato që zgjohen aty ose data, business, photography, pra varet ku jeni ju. Por në rastin tonë jemi tek marketingu digital. Këtu pastaj zgjedhëm dhe nën kategorinë social media advertising, pra nëse do bësh më tepër aca, fushata promovime me radhë, ose nëse bën vetëm menaxhim në rrjeteve sociale, social media marketing. Pra varet se si zgjidh ti këto. Këtu tani service type, pra çfarë bën ti? Këto. Ose dikush mund të jap vetëm konsultim, por nuk bën menaxhim, pra të bën një strategji marketingu dhe thotë që ti ndiqe ose zgjidh një kompani tjetër, pra të bën vetëm strategjinë. Dikush tjetër të hap profile dhe të bën integrimin me faqe të ndryshme, dikush të krijon vetëm kontentin, pra vetëm shkrimet e me radhë, por nuk ti menaxhon, nuk ti rrit faqe, pra ka lloje të ndryshme të asaj që ti ofron. Por më përfaqësuese është social media management, pra kjo mund t'i përfshijë dhe këto të tjera brenda tyre. Atëherë thotë zgjidh 3 platformat kryesore që ti përfshin. Pra kjo nuk është se i anashkalon të tjerat, po 3 ato më kryesore ku ti je më i specializuar. Për shembull, Facebook, Instagram dhe supozojmë TikTok. Ke zgjedhur të treja. Management tools, pra çfarë përdor ti për shembull për rritjen ose për menaxhimin e këtyre rrjeteve sociale? Unë përdor supozojmë HotSuite, që është për skedulimin e postime, dhe mund përdor ku dëgjon një tjetër Later këtu. Industria, për shembull, cila është industria ku ti je më i specializuar? Për shembull, ka shumë menaxherë të rrjeteve sociale, të cilët nuk menaxhojnë çdo lloj rrjete sociale, çdo industrie, por për shembull, disa janë të specializuar tek menaxhimi i rrjeteve sociale në fushën e financës, disa janë specializuar në menaxhimin e rrjeteve sociale për health, pra për shëndetësinë. Mund të jenë specializuar, mund edhe të mos jesh. Por këtu mund të zgjedh ato kryesore që ti ke. Pra thashë, kjo nuk i përjashton të tjerat. Thjesht profilizohesh pak a shumë se ku je, pra Fiverr përpiqet kuptoj që nga këto mira shitës që ai ka aty, ku të fusë secilin prej tyre, me qëllim që ti të mos humbasesh kohën me blerës që nuk janë të interesuar për shërbimet e tua. Për shembull, eduke, po zgjedhëm rastësisht 5 prej tyre, se ku je ti specialist. Dhe kalon poshtë. Tani këtu një nga më të rëndësishmet janë këto keywords-at këtu. Nëpërmjet këtyre keywords-ave ti renditesh edhe në faqet e Fiverr. Për shembull, ti je këtu ke bërë këtu social media marketing dhe këtu kërkon, pra jep media këtu dhe zgjedh social media manager. Unë kërkosh me manager dhe zgjedh për shembull këtë. Pra, gjëra ose keywords-a, për shembull, unë kur të futem, supozojmë se jam një blerës tani në Fiverr dhe dua dikë të menaxhoj rrjetet e mia sociale. Atëherë çfarë bëj? Unë në këtë rast pres që pra ku të kërkoj, nuk do kërkoj dikë që menaxhoj rrjetet e mia sociale ka gjatë, por mund të kërkoj vetëm aty social media, jap enter dhe kush më dalin të parët. Ose mund të kërkoj vetëm me keywords vetëm marketing, edhe shoh kush më dalin të parët. Pra blerësit nuk janë të rregullt si shitësit. Ai fut një keywords, pra siç e bëjmë ne në Google. Duam kërkojmë një gjë, nuk është se shkruajmë fikse ashtu. Shkruajmë disa keywords dhe ato që na sugjeron Google-i, ato që dalin të parët ne i klikojmë dhe vazhdojmë punën si thua. E njëjta gjë ndodh edhe në Fiverr.
Pra ti shikon këtu 5 keywords-a ose 5 kategori keywords-ash që përshtaten me kategorinë që ti je duke shitur. Pra social media manager, po themi marketing, pra lidhet me këtë tëndin, mund të jetë supozojmë business marketing ose Instagram marketing, po themi. Social marketers, pra varet ose social networks, pra varet disa prej gjërave që ti i shikon këtu. Pastaj mbasi ke plotësuar këto, kalojmë tek save and continue. Këtu tani kalon tek ofrimi i paketave. Do të thënë paketave që ti ke. Tani, përgjithsisht ti mund të ofrosh vetëm një paket, pra për njëjtin shërbim, por mund të ofrosh edhe paketa të ndryshme. Për shembull, çfarë ndodh? Ose mund të ofrosh 3 lloje paketash për të njëjtin shërbim. Për shembull, unë menaxhoj rrjetet sociale, por rrjetet sociale mund të jenë 10 të ndryshme. Atëherë ti mund thuash që paketa ime bazike të menaxhon një rrjet social. Për shembull, zgjidh ti vet ose Instagram ose Facebook ose LinkedIn me radhë. Dhe unë këtë ta ofroj për 5 lekë, po themi, $5. Qose ti do të menaxhoj, unë kam paketën tjetër, që është paketa standard, që menaxhoj 3 rrjetet e tua sociale, Instagram, LinkedIn dhe Facebook, po themi. Këtë nuk ta shes me $5, po ta shes 10 ose 15. Paketa tjetër, nuk të menaxhoj 2 rrjete, 3 rrjete sociale, po të menaxhoj 5 ose të menaxhoj 7 rrjete sociale. Unë këtë ta shes për $50, po themi. E mira këtyre është që ti, sa më shumë rrjete sociale të kesh, aq më mirë, sepse të njëjtin tekst do përdorësh dhe më shumë mundësi do përdorësh të njëjtat foto, pavarësisht se janë të përmasave të ndryshme. Pra, sa më shumë rrjete, pra ti e kategorizon këtë që sa më shumë rrjete sociale ai të jap ty, aq më shumë përfitime ti ke. Për shembull, këto mund t'i vendosësh një emër, disa i vendosin dhe emra shumë të lezetshëm, për shembull spring, summer. Pra, ideja e gjithë Fiverr-it ose këtyre tipsave të shkurtër është që duke qenë se janë shumë shitsa, pra me mira shitsa në treg, ideja është që ti nëpërmjet këtyre gjërave që mund të duken të vogla, ti të bësh diferencën nga të tjerët. Pra shumica këtë këtu emrin e paketës do ta lënë basic, standard dhe premium. Pra 90% kështu do ta lënë. Nuk do rin të merren gjë një emër të interesant. Ata që gjejnë këto emrat më interesante, që janë më që krijojnë më afrimitet me blerësin, sepse kjo është më e rëndësishme, atëherë ato kanë më shumë mundësi për të pasur sukses në Fiverr. Pra, këtu mund të krijosh ku dëgjon spring ose po marr një rast një gjë kotë, thjesht për të krijuar një ide të gjërave të ndryshme që ekzistojnë. Spring, summer e tjerë. Ose crazy, për gjëra që mund të jenë të ndryshme. Tani këtu ti përshkruan me pak detaje se çfarë ofron. Pra, nëse ti ble paketën bazike, unë të ofroj, po themi, një postim në ditë. Ta bëjmë one. Pra, një postim në ditë për një javë. Këtu, për një rrjet social, po themi, pra një account ose një llogari e rrjetit social që mund ta zgjidh vetë ai Instagram, Facebook e me radhë. Pra këtë të ofroj këtu. Tani, nëse ti ble paketën standarde, unë të ofroj për shembull 2 postime dytore. Mund ta bëjmë këtë për 15 ditë. Pra nuk këto me njëra tjetër mund të mos kenë lidhje fare. Njëra 7 ditë, njëra 15 ditë, njëra 1 muaj, njëra të menaxhon 2. Pra, por ideja është që këto të vinë në rend progresiv, pra në rend rritës, ku ti ofron shërbimet e tua për një kategori më të madhe, me qëllim që të përfitosh më tepër para. Për shembull, këtu mund ta bësh 3 rrjete sociale që mund t'i zgjedh ai, ose nëse ti për shembull menaxhon vetëm Instagram, Facebook dhe LinkedIn, duhet mirë ta specifikosh to, sepse ai mund të ketë Twitter. Pra porosit se thotë ky menaxhon ka 3 rrjete sociale, unë kam Instagram, Facebook dhe Twitter, ndoshta ti s'di ta menaxhosh Twitterin, dhe këtu nuk e shënon, ai porosit ke ty, dhe kur thotë që kam Twitter, ti thon s'ta menaxhoj dot, ai e kancelon, pastaj e anullon porosin.
Dhe kjo pastaj ndikon tek profili jot. Pra mirë është të jesh sa më i qartë. Këtu pastaj mund të kesh një ofertë, për shembull 5 rrjete sociale. Dhe mund të arrisësh të ofertën tënde, mund mos bësh 2 postime në ditë, por mund të bësh 3 postime në ditë, po themi. Ose mund bash 1 postim në ditë prapë. Pra varet e specifikon ti, varet se çfarë do të bësh ti duke llogaritur që sa do ta shesësh të paketë. 3 postime në ditë. Tani, kjo poshtë është delivery time, që është edhe kjo shumë e rëndësishme. Pra koha se kur do ta dorëzosh ti këtë punimin tënd. Atëherë, përgjithsisht tek rrjetet sociale kjo është pak më e vështirë sepse ti do ta dorëzosh punën tënde mbas një jave kur ta kesh mbaruar gjithë menaxhimin. Por ka edhe një mënyrë tjetër që ti mbarosh gjithë ato postimet, pra i skedulon fotot, tekstin e me radhë dhe ja dërgon atij për miratim që ata pëlqejnë këto foto dhe ky tekst të vazhdoj me postimet ose jo. Tani, mbasi e ke përcaktuar këtë element, hapi tjetër që bën pra është përcakton kohën e këtu në këtë rast nëse ta menaxhosh për një javë, mirë është që delivery time ta lësh 7 ditë pra. Sepse një javë do ta menaxhosh. Këtu do t'i menaxhosh për 15 ditë. Delivery time këtu e ka të ndarë me kështu, po mund ta bësh me 14, meqense kjo e ka ndarë me mund ta bësh 14 ditë. Pra përgjithsisht e ndajnë 1 javë, 2 javë, 3 javë me radhë. Këtu mund t'i kesh për gjithë muajin, mund ta lësh për 30 ditë. Ky është elementi i dytë. Elementi tjetër është numri i platformave. Pra pavarësisht se ti këtu e ke specifikuar one social media account, këtu mund ta përcaktosh përsëri, pra që ta shohë ai, sepse këtu ndoshta se lexon tamam, por këtu do ta e shfaq, sepse është me kategori aty. Pra sa rrjete sociale do t'i menaxhosh, supozojmë këtu 1. Këtu do t'i menaxhoja 3, ndërkohë që këtu do t'i menaxhoja 5. Page ose channel evaluation, pastaj këtu janë gjëra që ti ose janë shërbime shtesë që ti ofron. Pra ti bësh një vlerësim të faqes së ti dhe ti thuash tek faqja jote këto gjëra shkojnë, këto gjëra nuk shkojnë. Pra nëse do t'i ofrosh të shërbim, e klikon këtë. Nëse do t'i ofrosh, nuk e klikon. Dhe ai nuk ta kërkon në fund. Content creation, pra a do ti thjesht do t'i menaxhosh rrjetet sociale, do t'i thuash kjo është mirë, kjo është keq, e me radhë do t'i jap ai tekst dhe ti do t'ja postosh, apo dhe atë creation dhe contentin ose dhe tekstin do ta krijosh ti. Nëse do ta krijosh ti dhe tekstin, i zgjedh këto. Pra, mund ndoshta te paketa 2 sa ofron ti. E ofron vetëm tek e para dhe tek e treta. Pra e zgjedh ti vet. Do t'i skedulosh postime? Pra do t'i skedulosh në avans, çfarë ndodh me rrjetet sociale? Ti mbasi e ke bër tekstin gati dhe ke bër gati edhe foto që do të postosh, atëherë gjëja tjetër që ti bën është skedulimi i postimeve. Pra sepse ti mund të kesh një konsider 10 klient në Fiverr. Nuk e kohë që çdo ditë ti bësh një postim secilit, por i bën paraprakisht gati tekstin, gjithë tekstin, po themi për një javë, për një muaj sa ta ketë ai, rregullon dhe fotot dhe këto i skedulon. Pra ka programe si HotSuite, Later, Emerald dhe Facebook Creator Studio, domethënë që ti skedulon në advance, pra ti i programon në advance dhe në moment që vjen ora dhe dita kur ti e ke programuar atë, automatikisht këto platforma ta bëjnë vetë postimin. Pra që mos bëhet e bezdishme që të futesh ti çdo ditë ke këto dhe të bësh postime manualisht. Dhe këto ta ofrojnë këtë gjë. Pra nëse ti do bësh këtë lloj postimesh, nëse ti do bësh këtë lloj postimesh, atëherë mirë është që ti ta skedulosh ta bësh tu ta klikosh. Nëse ti do t'i bësh skedulime të nëse do t'i bësh postime skeduluar, nëse do t'i bësh live si thua, pra në moment ditë për ditë, mirë është që atë mos ta klikosh. Po përgjithsisht 99% kështu veprojnë me postime të skeduluara. Pjesa tjetër, engagement with followers. Pra, ti çfarë do bësh? Me ato ndjekësa do për shkak ato bëjnë komente, shkojnë mesazhe me radhë, ti do si thua do ndërveprosh me to, do t'u kthesh përgjigje,
apo jo. Qofse nuk do të kthesh përgjigje, pra nëse puna jote është vetëm postimi, atëherë nuk e përfshin këtë. Mund ta përfshish tek e treta, sepse sa më shumë të përfshish nga këto, aq më shumë të drejtë ke pastaj që ti vendosësh një çmim më të lartë. Pra sa më shumë shërbime të shtosh, aq më shumë ke mundësi që të vendosësh një çmim më të lartë. Reporting, pra nëse në fund të periudhës ti do t'i bësh një raport të shkurtër që i thua që kur unë e mora faqen, po themi ishin kaq ndjekës, kaq like me radhë, ndërkohë që tani ke kaq e kështu. Pra i bën një raportim, nëse do t'ja bësh ose jo. Supozojmë e ofroj vetëm ke paketa e dytë, action plan, domethënë që ti t'i lësh asaj një klientit tënd, ti lësh dhe mbasi ti ke mbaruar menaxhimin tënd, ti lësh si thua edhe një plan të shkurtër me pika se si të veproj tani e mbrapa. Po themi për rritjen e rrjeteve sociale. Sa ditë do zgjas menaxhimi jot, pra pavarësisht se ke përshkruar këtu, mund ta shënosh edhe këtu, pra tek e para menaxhimi do të zgjas 7 ditë. Tek e dyta po themi 14 ose 15 ditë sa që kishin, dhe tek e treta 30 ditë, 1 muaj. Revisions janë nëse ai e shikon punën, nuk i pëlqen, ka të drejtë ta kthejë që ti ta rregullosh prap. Pra, ka disa që e pranojnë këtë. Ka disa që nuk e pranojnë. Për shembull, unë dua që atë punë që kam bërë t'ia çoj dhe mos ma kthej më klientin mbrapsht për rishikim. Po përgjithsisht mirë që të lësh disa revision 1 ose 2 këtu që pra ideja që para se të dorëzosh punën finale, ti e të kënaqur klientit dhe kur thot dakord, më pëlqen pas rregullimeve që janë bërë, ti ja dorëzon. Tani vendosja e çmimit. Çmimi minimal në Fiverr është 5.000 dhe maksimali është $10.000. Pra, çmime poshtë 5.000, ti pas poshtë $5 nuk mund të vendosësh. Edhe emri nga kjo e ka marrë sepse në fillim në Fiverr gjitha shërbimet që ofroheshin ishin $5. Atëherë ti këtu mund ndjekësh një trend rritës. Pra, menaxhimi për një javë po themi $10. Nëse menaxhoj për 2 javë, po kam 3 rrjete sociale tani, nuk është 20, po mund të jetë $30. Dhe këtu 5 rrjete sociale për një muaj mund të kem $80. Ta klikojmë dhe këtu direkt. $80. Tani, këto janë paketat, pra gjithë kjo çmimi përfshin gjithë ato që un kam zgjedhur këtu. Nëse unë dua të shtoj, po themi shërbime ekstra, për shembull çfarë mund të jetë një shërbim ekstra? Unë këtë postimet për 7 ditë, ty mund të t'i skeduloj për 7. Pra për 7 ditë, një nga një. Nëse ti do që unë mos të t'i postoj këto, po të çoj ty 7 postime, dhe ti pastaj do t'i postosh vetë, atëherë ti mund zgjedhësh të extra fast delivery. Pra unë dua që këtë paketën bazike, nëse ti nuk ma çon për 7 ditë, po ma çon për 3, pra ma çon shumë më shpejt, unë dua që ti të më japësh $10 ekstra. Pra përveç ti $10 tu duhet më japësh edhe $10 të tjerë. Pse? Për faktin sepse jam duke ta bërë këtë punë më shpejt. Pra po lë punë të tjera që të merrem me ty. Këtë tjetër, nëse është shpërndarja për 14 ditë, duhet ma çosh për 10 ditë, nëse më jep $30 ekstra, po them. Dhe premium nga 30 ditë për 14 ditë, nëse ti më jep $40 ekstra. Engagement with followers. Pra, ato që ne nuk i zgjodhëm këtu, nëse ti i do se diçka shtesë, pra unë këto nuk i përfshi në paketat e mia këtu. Ama nëse ti këto gjëra që unë nuk i përfshi, për ty janë të domosdoshme, atëherë do të më paguash shtesë. Për shembull, që unë të bëj engagement with followers, dua të më japësh për për 5, për lëm. Pra për $5 shtesë, unë do merrem me followers e tua për 3 ditë. Nëse do raportim, unë për këtë raportimin kërkoj $10 dhe do ta jap po themi për 3 ditë të raportimit. Nëse do dhe action plan, pra do dhe njëjta gjë. Pra çdo gjë shtesë që ti do veç paketave të mia, për çdo gjë shtesë do të paguash një vlerë mbi këto paketa që unë, mbi çmimin e paketave që unë kam vendosur këtu. Dhe pastaj kemi subscriptions. Subscriptions që do thot kur klienti mund të bëj klienti do të bëj një farë abonimi dhe këto vlera ti i merr me një çmim më të ulët. Pra ja jep klientit me një çmim më të ulët. Pra nëse i thua ti abonohesh për 3 muaj, do përfitosh 10% zbritje, po themi. Ja këtu.
themi 3 months. Pra nëse ti abonohesh për 3 muaj, atëherë unë do të zbres 20% nga çmimi fillestar. Pra nëse ti bënja me $80 në muaj, ato tani do t'i bëj me 20% më pak. Nëse ti abonohesh për 6 muaj, unë do të zbres akoma më shumë, po themi 20, 15 e tjerë, ose nuk do të zbres fare. Sepse edhe këtyre nuk intereson që ti zbritin e kanë lënë deri 20%, sepse nuk intereson që ti zbresësh më shumë, sepse humbasin nga komisioni i vet. Pastaj jep save and continue. Prit, kemi lënë diçka pa plotësuar. Na që kemi zgjedhur këto. Duhet të shënojmë sepse e ofrojmë këtë zbritje. Pra cila është arsyeja. Përgjithsisht nuk është se janë shumë të aplikueshme, përgjithsisht kur punon me biznese ose me individ, po themi që janë dhe individ dhe biznes. Për shembull mund të jetë një doktor ai që ti i menaxhon rrjetet sociale dhe ti e di që do të punoj për një kohë të gjatë, mund t'ia ofrosh këto zbritje. Tani një element tjetër shumë i rëndësishëm është përshkrimi i gigut që ti ke. Pra, këtu ti përshkruan të gjithë gjithë të shërbimin që jetë duke ofruar. Pra, në këtë gig unë do të bëj 1, 2, 3, 4 gjëra. Pra, ti në faqen e parë e përshkrove që do menaxhosh kaq rrjete sociale, ofron këtë gjë me radhë, ndërkohë që ti këtu do ta specifikosh akoma më qartë blerësi që ai kur të futet, mundësisht është mos ketë nevojë fare të pyes ty se çfarë ofron, si ofron me radhë, po të shkoj direkt nga kjo që pra ky informacioni që ka këtu ke gigu ti mjaftoj. Ti mjaftoj atit dhe pra ideja është që ti kur të vi një klient dhe të ketë porositur tek profili jot, ideja është që ai klienti të jetë sa më i përshtatshëm me atë që ti ofron, me qëllim që mos ta anulloj shërbimin. Prandaj, këtu tek përshkrimi i gigut, pra i shërbimit që ti ke, mirë është të jesh sa më i qartë, sa më i saktë dhe sa më i vërtetë në atë që ti realisht ofron. Pra mos shkruash për gjëra që ti nuk i ofron realisht, sepse blerësi e shikon aty, mund të shikojë edhe një çmim që i përshtatet, ndërkohë që ti realisht nuk e ofron atë shërbim dhe ai porosit punën aty dhe pastaj është detyruar që ta anulloj. Këtu duhet të përdorni edhe sa më shumë keywords-a, pra sa më shumë fjalë kyçe si social media management, social media marketing e më radhë. Mund ta provojmë. Ja, unë kam bërë këtu një gig description që ta kemi gati, që mos humbasim kohë. Pra, ideja është edhe shkrimi këtu te gig description të jetë sa më tërheqës, sa më i afrueshëm, t'i jap sa më shumë besim, sepse realisht këtë do të lexoj blerësi. Pra, ato ndoshta shkollimin, certifikatat e tua, vitin kur ke filluar me radhë do t'i lexojnë shumë pak, pra ndoshta 1% e blerësve të tu, edhe ndoshta s'do ndikojnë, ama për shkrimin e gigu se çfarë ofron ti realisht këtu dhe si ja mbush mendin klienti, kjo është gjë që do ta lexoj çdo blerës. Sepse kur futet ai për të porositur, gjëja e parë do futet ke gigu jot, do shikoj çmimet çfarë ofron dhe do shikoj se çfarë përmban ky gig. Këtu mirë është që këto keywords-a që ne kemi, ti bëjmë me bold ose ti bëjmë me një ngjyrë, për shembull, online presence. I bëjmë me këtë të verdhën. Pra, këtu ti je duke i treguar Fiverrit se cilat prej këtyre fjalëve që ke këtu janë keywords-a për ty. Dhe Fiverr automatikisht tot që fjalë që ti ke bërë me bold ose që ke bërë me highlights këtu, Fiverr i lidh profilin tënd me profilin atyre blerësave që kërkojnë nëpërmjet këtyre keywordsave. Pra kur futet dikush dhe shkruan aty management dhe ti këtë keywordsi jote ke management, e ke në profilin tënd, në gigun tënd me radhë, atëherë automatikisht Fiverr e ridrejton atë tek faqja jote. Pra përpiqet që ti bëj match tek faqja jote. Prandaj përpiqu që këtu të gjitha këto 1200 karaktere që të lejohen, 1200 shkronja që të lejohen këtu, përpiqu që ti shfrytëzosh të gjitha. Dhe të përfshish sa më shumë, pra këtu ti i mbush mendjen realisht klientit. Ja ta shënojmë këtu se mos na jap edhe pak më tepër tekst.
Ja, na bërë një tekst të shkurtër që ne mund të vendosim te gigu jon këtu. Mund ta shtojmë në një tekst tjetër pra ideja është që të shënojmë atë tekst. Ja, shiko, kjo ka shumë keywords, Instagram, Facebook, Twitter, që janë rrjete sociale dhe që janë shumë pozitive. Pra e klikojmë këtu, e bëjmë me bold ose me highlight ose me të dyja. Dhe mbasi kemi plotësuar këtu, pra këtu dhe mund t'i rendisim. Për shembull, 1, menaxhimi i rrjeteve sociale, 2, do rris komunikimin me ndjekëse. Pra në një farë mënyrë edhe se çfarë i premton ti blerësit tënd. Mund të jetë kjo këtu. Mbasi ke plotësuar këtë, kjo është milestones, po nuk është se duhet për momentin, është kur ke projekte gjigante, po themi nga $1,000-2,000, dhe ti nuk pret fundin e muajit që ti marrësh ato pagesa, por i ndan. Pra çdo javë ose çdo 10 ditë merr nga 300, nga 200, nga 500. Mbasi ke plotësuar, kalon tek faqja tjetër. Faqja tjetër këtu janë requirements që më shumë plotësohen nga blerësi. Për shembull, ti para se një blerës të porosisë, sepse ka shumë blerësa, çfarë ndodh? Ka blerësa që nuk din ta përdorin mirë platformën, ai thjesht porosit aty dhe nuk ka dhënë asnjë dhënë. Për shembull, thotë më menaxhor rrjete sociale dhe ikën, ai e mbyll platformën një javë, ti s'ke as komunikim me të, ndërkohë që vjen koha, sepse moment që ai ti porosit, ka porosit gigun tënd. Paketën bazike. Dhe paketa jote bazike thotë që ti duhet i bësh delivery, pra duhet ta shpërndash punën për një javë, dhe nëse ai një javë ta ka dërguar ty punën dhe s'ka dërguar asnjë dhënë, vetëm ka porositur sepse nuk e di se si funksionon, dhe pastaj mbas një javë ai ndoshta edhe ka harruar që ka porositur atë shërbim ose është duke u marrë me punët e veta, atëherë ti je i detyruar që për një javë të dorëzosh punën. Mirë, po në këtë rast presioni është mbi ty dhe problematikat mbi profilin janë për ty sesa për atë. Prandaj është e rëndësishme që ti të bësh disa fusha që janë të detyrueshme për të plotësuar nga blerësi, përpara se të quhet i filluar puna. Pra përpara se ai orderi si thua të marr formë. Dhe ti i thua që ky order jot të bëhet aktiv, pra kjo porosia jote të bëhet aktive dhe unë të filloj punën, duhet minimalisht më japësh disa informacione që për mua janë bazike. Për shembull, nëse unë menaxhoj rrjetet e tua sociale, diçka bazike është që ti të më japësh, për shembull, do të menaxhoj Instagramin, do të më japësh username-in dhe kodin e Instagramit. Ose duhet më bësh, nëse ti do që unë thjesht të bëj postimet, ty duhet, pra unë të bëj tekstin dhe foto dhe ti do t'i postosh vetë, duhet minimalisht të më shkruash se cili është, pra të më dërgosh linkun e Instagramit tënd që unë të shoh se çfarë profili ke ti, pra çfarë industrie i përket e me radhë, sepse nuk mund të bëj postime në ajër. Dhe këtu janë disa pyetje që Fiverr ja ka bërë të detyrueshme vetë shitësit, dhe përveç këtyre pyetjeve mund të shtosh dhe ti diçka këtu në fund. Pra Fiverr e pyet çfarë industrie bën ti pjesë, çfarë do të porosisësh e me radhë, pra çfarë kërkon. Dhe këtu ti mund të bësh një pyetje, për shembull, më dërgo pra linkun e Instagramit që ta shoh se çfarë profili ke ti. Dhe këtë si do ta dërgoj? Do ta dërgoj me tekst, pra thjesht përgjigjet aty, pra ka një kuti aty që thjesht e shkruan ai linkun, apo do ta ngarkoj për shembull me, ku dëgjon, multiple choice ose ti bëj attachment në një gjëje, pra ta ngarkoj me Word ose ta ngarkoj me PDF. Po më mirë lë free text sepse ai mund të jetë nga celulari, s'ka ku e gjen dhe mund të ndikojë kjo që ta lë fare orderin. E lë free text, thot ai e shkruan linkun, pra i bën copy paste linkut të profilit të tij ose vetëm ta shkruan si emër. Dhe nëse ai nuk i përgjigjet kësaj pyetje këtu, orderi ti ngelet për gjysmë. Pra koha e fillimit ai mund ta ketë porositur si punë, por koha ose ai timeout jot nuk ka filluar. Ai timeout jot fillon në momentin që ai ka plotësuar gjithë ato detyrimet që ti i ke dhënë. Nëse jo, atëherë nuk fillon timeouti. Pra ti zgjatet koha derisa të merresh vesh me klientin se çfarë kërkon realisht. Pasi ke plotësuar edhe këtë, shkojmë tek save and continue. Atëherë këtu të kërkon pra që ti të plotësosh Fiverr-in këtë shërbimin që ti ke përveç tekstit që ti ke vendosur. Një rëndësi shumë të madhe kanë bënë edhe fotot ose videot. Për shembull, ti mund të bësh një video të shkurtër ku shpjegon, sigurisht në anglisht, nëse i drejtohesh pra blerësve që në gjuhën angleze, ku ti shpjegon, për shembull i thua, unë jam një menaxher i rrjeteve sociale, nëpërmjet ekspertizës time në kaq vite do t'i ofroj
po them menaxhimin në mënyrë profesionale me radhë, gjithë këtyre gjërave. Dhe mbasi sigurisht që këshillohet që kjo video që ti po bën të jetë sa më profesionale. Dhe çfarë ndodh? Rrit ndjeshëm mundësinë e blerjes. Pra që ata ta shikojnë që kanë bëjë me persona real, pra ti je shumë profesional sepse e ke marrë seriozisht të punën me radhë, sepse një nga problematikat e Fiverrit ka të bëjë me shitsa të rinj që nuk janë profesional. Pra thjesht marrin një punë, marrin disa lekë fillim dhe pastaj nuk ofrojnë më cilësi. Dhe sa më aktiv që ti je në Fiverr, pra sa më shumë të kushtosh rëndësi këtyre detajeve, aq edhe tregon që më seriozisht e ke marrë këtë punë. Atëherë këtu ngarkon një video, mund të jetë një video regjistruar nga ty ose mund të jetë një video që ti e shkarkon nga interneti, nuk ka rëndësi. Por e rëndësishme, pra më si thua primare do të ishte një video që regjistron ti dhe tregon gjithë shërbimet e tua nëpërmjet kësaj videos. Nëse nuk e ke këtë video, shkarkon një video nga interneti që sigurisht ka lidhje me këto shërbime që ti po ofron, dhe përveç tyre janë edhe fotot. Pra 3 foto kërkohen këtu, mund të japësh edhe 1 ose 2. Por thash, përgjithsisht mirë është që gjithë këto mundësi që të ofron Fiverri, ti t'i shfrytëzor, sepse mund të duhen vetëm për një rast, por ti nuk e di se kur do të jetë ai rasti. Dhe pastaj i jep save and continue, dhe në fund i jep publish gig. Këtu. Dhe këtu ti jep mundësinë që ti ta shpërndash në rrjetet e tua sociale dhe të vinë njerëzit po themi të blejnë në Fiverr, pra këtë kërkon, dhe këtu i jep done, pra ke mbaruar me publikimin e gigut tënd. Te ja ku doli blow your social media. Këtu kjo tani të jep impressions, clicks e më radhë. Pra të jep se sa veta kanë klikuar, sa veta kanë bërë order këtu e tjerë. Pra në gigun që ti ke. Tani, mbasi e krijuam profilin, kemi krijuar dhe gigun, automatikisht në këtë moment jemi bërë aktiv në Fiverr. Pra duke filluar nga ky moment neve mund të na vinë një porosi, mund të na shkruaj dikush e më radhë. Por, nëse thjesht rrim në këtë formë, pra krijuam profilin, krijuam dhe gigun, në këtë moment nuk është se kemi shumë mundësi për sukses. Pra duhet vazhdojmë të lëvizim atë që quhet optimizimi i profilit dhe optimizimi i gigsave ose i shërbimeve. Atëherë si bëhet optimizimi i profilit? Sigurisht që për Fiverrin, pavarësisht se jeni duke punuar si freelancer, është shumë e rëndësishme që ju të jeni aktiv në platformë. Pse? Sepse sa më shumë aktiv të jeni, aq më shpejt i ktheni përgjigje klientit. Pra Fiverr, sa më shumë kohë që ti jesh aktiv në Fiverr, pra ta kesh Fiverrin hapur në celular, pavarësisht se je duke bërë ose si duke bërë gjë, thjesht klikosh nëpër komanda ose ti je duke këmbyer mesazhe e tjerë. Pra ti je aktiv, siç je aktiv në Facebook, po themi, po jo me postime, këtu nuk bën dot postime. Thjesht ti je aktiv brenda platformës, aq edhe më pozitive je për Fiverr, për algoritmin e Fiverr që të nxjerr, për thash gjithë lufta bëhet që ti të dalësh në faqet e parë të Fiverr. Tjetër, plotësoni 7 gigs. Ti aty ke mundësinë që të plotësosh edhe vetëm 1 gig. Pra kur je shitës i ri, mund të kesh nga 1 deri në 7, është opsionale, po mund të kesh edhe vetëm 1. Mira është që ti plotësosh të 7, sepse thash, ka njerëz që kërkojnë aty direkt futet ai, kërkon me keywords LinkedIn. Dhe do t'i dalin të parët ata që gigun e vet e kanë me titullin unë do të menaxhoj LinkedInin tënd. Pra ti e ke unë do të menaxhoj rrjetet e tua sociale. Në këtë rast, pavarësisht se LinkedIni është pjesë, po në këtë rast nuk i del. Pra varet nga shitësit, pra varet nga blersi, nga keywords si e kërkon blersi. Kur ti plotson 7 gigsat, pra një e plotson në përgjithësi për menaxhimin e rrjeteve sociale, një e plotson për Instagramin, një për Facebookun e me radhë, pra i ndan dhe pastaj kjo rrit mundësinë që ty të gjen blerës që kërkojnë me keywords të ndryshëm, sepse ne asnjëherë nuk e dim se me çfarë keywords ose me çfarë fjalë kyçe do kërkojë filan blerës. Prandaj mirë që të jemi aktiv me të gjitha këto. Tjetër, merrni porosinë tuaj sa më parë. Ideja është që porosia e parë ka shumë rëndësi dhe ajo çfarë bëjnë, përgjithsisht çfarë rekomandohet është që në moment që ti hap një profil, të hapësh dhe një profil, jo ti vet, por të kontaktosh një blerës tjetër që mund të jetë në Fiverr, për themi një shoku jot, mund të hapi Fiverrin, mund të hap Fiverr si blerës dhe vjen në mënyrë fiktive bën një blerje tek ty. Bën një blerje tek ty, ti ja shpërndan punën, ai të bën dhe një review me 5 yje me radhë, që jam shumë i kënaqur nga puna jote dhe kjo është një nga mënyrat më të mira se si të futesh shpejt në algoritmin e Fiverrit. Pra, bën një blerje fiktive. Sigurisht që ti nuk mund të hapësh me të njëjtën kartë banke edhe si shitës edhe si blerës, por gjen dikë. Pra do shohim që ka dhe në Facebook grupe të ndryshme që i ofrojnë këto, ku ti
ai të blesh shërbimin tënd, sigurisht që ti këtu humbet një komision, por bën një blerje për $10, dhe ti këtu do humbasësh $2 komision. Por futesh në algoritmin e Fiverr sepse nuk je më, sepse edhe një blerës kur vjen tek ty, pra ka ardhur tek profili jot, kur shef që ti nuk e dorëzuar asnjë punë, sigurisht ai është skeptik. Ama kur futet ke profili jot dhe shef që ti ke dorëzuar 2, 3, 4 punë dhe ke 3-4 review, pra komente që janë nga 5 hyje, që janë shumë të kënaqur me ty, atëherë ai krijon një besim, sepse thotë, përdesa klientët janë të kënaqur me këtë, atëherë ka shumë mundësi që ky të bëjë një punë të mirë. Pra kjo është ideja. Dorëzoni minimalisht 90% të punëve në kohë, atëherë sigurisht që gjatë punës do të ketë problematika të tilla, sepse mund të mos arrish të dorëzosh gjithë punët në kohë. Pra ti ke afat, po themi 2 javor për të dorëzuar një punë, ndërkohë që nuk arrin dot ta dorëzosh. Sigurisht që mund të ketë edhe raste që punën mund ta dorëzosh me vonesë, të gjitha këto ndikojnë negativisht, por ka raste që nuk e çfarë bën. Je detyruar ta dorëzosh, por duhet që minimalisht 90% të punëve të tua ti dorëzosh në kohë. Pra vetëm mos shkojmë mbi 10% ai numri i punëve që ti e dorëzon jashtë kohë. Ti përgjigjeni në kohë ka shumë rëndësi. Pra, nëse ti shef një mesazh në Fiverr, automatikisht do t'i përgjigjesh të paktën me një hi, pra të paktën me një çkem. Sepse nëse një klient të shkruan në mëngjes dhe ti i kthen përgjigje mbas 10 orësh, mbas 5 orësh e me radhë, automatikisht Fiverr të fut tek ato shitës që ti nuk që nuk janë shumë aktiv dhe i kthen përgjigje me vonesë klientëve, dhe kjo të bën me një rreth të kuq aty. Sepse Fiverr ka interes sigurisht që sa më shpejt të mbyllet ajo marrëveshja me klientin, të dorëzohet puna e tjerë. Pra ky është interesi i Fiverr. Dhe në moment që ti e lë klientin të presë për një kohë të gjatë, atëherë sigurisht që kjo ndikon negativisht tek profili jot. Pra, në moment që shef një mesazh në Fiverr, ndoshta nuk ke kohë për momentin që të merresh me atë, ama mesazhi i parë është shumë i rëndësishëm që t'i kthehet direkt, sa më shpejt. Pra ai të ka shkruar t'i kthej një hi, pastaj përgjigje më të gjatë mund ta kthesh në mbas një ore, por ajo përgjigja e parë që ti kthen klientit është përgjigja që vlerësohet më shumë nga Fiverr. Pra, ti për momentin je duke ke një punë urgjente, nuk mund të merresh dot me Fiverr për moment, po të ka shkruar një klient. Atëherë ti ndoshta nuk ke kohë që të merresh se çfarë kërkon klienti ta pyesësh gjë e gjatë, ama vetëm një tekst mund të shkruar hi, pra përgjigjen e parë mund të japësh çkemi, dhe pastaj ai mund të shkruajë edhe më gjatë dhe ti përgjigjen e dytë më radh mund ta kthesh në kohë më të gjata, nuk ka problem. Por përgjigja e parë, sepse klienti nëse ty të shkruan dhe ti nuk i kthen përgjigjen e parë, automatikisht shkon tek një shitës tjetër. Ose mund ta lë edhe fare Fiverr. Pra mund shkoj sepse thash numri i platformave është zakonisht shumë i madh. Dhe tjetra që ka shumë rëndësi për optimizimin e profilit është numri i hyjeve që ju keni. Pra sigurisht që sa më shumë hyje të jeni vlerësuar, pra që maksimalja është 5, aq më shumë Fiverr është pra ju dërgon juve në faqet e para dhe sa më pak hyje të keni, pra nëse klientët u vlerësojnë me 1 yll, me 2 hyje, me radhë, pra nuk janë shumë të kënaqur nga puna juaj, Fiverr ju dërgon në faqet e fundit. Dhe nëse keni vlerësime me 4 hyje dhe sipër, atëherë ju dërgon në faqet e para. Sigurisht ideali është që të gjitha komentet i keni pozitive dhe t'i keni me 5 hyje. Por mos harroni që mbas çdo pune mund t'i dërgoni, mund t'i thoni klientit me mirësjellje që ka mundësi të më lësh një review, pra jo t'i thoni që më lë një review me 5 hyje ose ma vlerëson në mënyrë ekselente, sepse kjo automatikisht ndikon tek Fiverr. Pra ti nuk do ta ndikosh klientin se çfarë review e të lër. Ama ti mund t'i thuash me mirësjellje që të lutem, mund t'i japësh, pra can you rate my work, pra mund ta rankosh punën time si thua si e vlerëson, por pa ndikuar tek vlerësimi i tij. Nëse ti shef që një klient nuk ka qenë i kënaqur me punën tënde, mos ja kërko këtë gjë. Por nëse ti e shef, sepse klienti gjatë mesazheve kuptohet nëse është i kënaqur ose jo. Nëse ti e shef që ky klient ka qenë i kënaqur me ty, mirë është që ti kërkosh një review. Sepse në fundit, kur futen blerësit tek profili jot, gjëja e parë që shohin është janë review pozitive që ti ke. Pra nëse ti je një shitës që ke bërë shumë punë, ke bërë 1000-2000 punë, gjëja e parë që bën ata kanë një filtër aty që ndajnë veç review negative dhe veç review pozitive. Nëse ti në 1000 punë ke 900 review pozitive dhe 100 negative, sigurisht që tregon që je një shitës i mirë. Pra vlerësimi që tham, pastaj thash duke qenë se Fiverr ka një komision që e ka me përqindje, pra 20% të vlerave të shitjes. Atëherë, për Fiverr është interesuar që ti të kesh çmime sa më të larta me qëllim që dhe komisioni që ai merr të jetë sa më i lartë. Pra nëse ti po themi
ke të njëjtin vlerësim me një individ tjetër që e ka çmimin $100 dhe ti e ke $50, ti je i sigurt që Fiverr do promovoj më tepër atë që e ka $100. Pra nëse jeni të dy, po themi ofrojnë të dy të njëjtat shërbime, pak a shumë të njëjtat shërbime, keni të njëjtat review-e me radhë, pra keni gjithë elementet njësoj, por ai ofron shërbime me çmime më të larta, atëherë Fiverr do promovoj atë, sepse ka interes që të promovoj shitës që ofrojnë shërbime me vlera më të mëdha, sepse aq më i madh do të jetë komisioni që do mbaj Fiverr aty. Pra aq më i madh është 20% që i Fiverrit në këtë rast. Ajo tjetër që ka rëndësi është të rrisni numrin e blerësve të përsëritur. Pra, nëse një blerës vjen tek ju, është i kënaqur, atëherë sigurisht që ai, pra kur i mbaron, pra e ke menaxhuar rrjetet sociale për këtë muaj, ai është i kënaqur do porosisë dhe muajin që vjen. Por muajin që vjen ti do kesh aktiv një order, që në moment që ti ke order aktiv, Fiverr përpiqet të çojë tek faqet e para. Këto order, sa më shumë order të keq, aq më shumë review pozitive do marrë, sepse nëse një blerës është i kënaqur, ai do të tregon se do të jap një review pozitive. Pra ndikon pozitivisht. Edhe ti mund të kesh momente për shkakun që Fiverr mund të ketë çuar në faqet e fundit, ndoshta nuk ke klientë të rinj, por ama duke pasur këto klientët ekzistues, ti mban të ardhët e tua mujore, si thua. Tjetër, rrisni nivelin tuaj brenda platformës. Pra është shumë e rëndësishme që të shkosh nga niveli i parë në nivelin e dytë, pastaj të bëhesh top rated seller me radhë, sepse ka filtra në Fiverr, për shembull ka blerës që e kuptojnë platformën dhe kur futen atje duan vetëm shitsa me eksperiencë. Pra ai nuk e beson një shitsi të ri. Dhe kur filtron aty thot Fiverr që duat më shfaqjes nëpërmjet filtrave, vetëm ato që janë niveli 2 ose top rated. Dhe mbani një normë përgjigje, atë që e tham, normë përgjigje për 90%, pra në moment që shkruan dikush në Fiverr, automatikisht minimumi një hi pra një çkemi ose një hello duhet ta kthesh sa më shpejt. Pastaj bisedën mund ta vazhdosh edhe më mbrapa. Atëherë optimizimi i gigsave. Pasi kemi optimizuar profilin ton me gjithë elementet që duhen, pra optimizim do thotë që ti të jesh në avantazh ndaj shitësve të tjerë. Pra të përfshish elemente të tjerë që ty të dallojnë nga shitësit e tjerë me qëllim që të kesh sa më tepër sukses krahasuar me ta. Pra, nëse në një farë mënyrë kjo është ideja që je në rivalitet me këto shitësat e tjerë se kush për jush do ketë më shumë klient. Kjo është në fundit. Atëherë, shtoni keywords në përshkrimet e titullit. E shpjeguam kur bëm. Pra, nëse jemi duke hapur një profil për menaxhimin e rrjeteve sociale, mirë është edhe tek titulli jon, tek përshkrimi i gigsave që ne kishim. Pra, nëse u menaxhoj rrjete sociale, mirë që këto rrjete sociale ti kem të përfshira në titull. Pra, ta kem shkruar si titull. Keywordsat në emra dhe përshkrimet e gigsave. Pra, po mbani mend, ne sqaruam që tek përshkrimi i gigsit e radhë duhet që ti bëjmë me bold ose me highlight, të bëjmë gjithë ato element që kanë lidhje, për shembull menaxhim, social media, blow e më radhë, pra gjëra që lidhen me këto ne ti bëni me bold ose ti bëni me highlight, pra të përfshim element që në momentin që ai kërkoj, pra blerësi të kërkoj social media, automatikisht nëse ne këto fjalë social media kemi përfshirë te gigu jon, automatikisht algoritmi i Fiverrit ja sugjeron. Përfshini gig, pra këtë e tham, krijoni gigsa të shumtë në një kategori, pra e tham, pavarësisht se na lejon nga 1 në 7, mirë është ne të 7 këto gigsa ti plotësojmë. Pra pavarësisht se jemi brenda kategorisë menaxhimi i rrjeteve sociale, mirë është që ti shënojmë me këto rrjete sociale 1 nga 1. Pra Instagram, Facebook e më radhë, sepse e tham, mund të kërkoj dikush LinkedIn, vetëm kaq ai LinkedIn dhe automatikisht do t'i shfaqen të gjithë ato që te gigu i vet, pra tek titulli i gigut ose brenda gigut kanë përfshirë fjalën LinkedIn. Nëse unë kam një gig vetëm me LinkedIn, imagjinoni sa herë që përfshir fjala LinkedIn brenda atij gigu. Çfarë duhet kemi kujdes në Fiverr? Ajo që tham edhe më përpara ishte që ka tendenca, pra që si shitsi dhe blerësi, mbasi kanë krijuar kontaktin fillestar, është që të dalin jashtë platformës me qëllim që të shmangin këto komisione që ka Fiverri. Pra tham komisionin për shitsin dhe komisionin që ka për blerësin. Atëherë, nëse ti përmend fjalën pay, payment, outside, money, PayPal, gjitha këto fjalë që ke këtu, po mund të jenë edhe shumë fjalë të tjera, por këto kanë një gjë që në moment që ti je në kompjuter, për shembull, në moment që shkon pay, ajo automatikisht ta jep aty, ta jep careful, pra thot ki kujdes, sepse po përmend të fjalë që nuk lejohet. Pra nuk është një gjë që ti e harron pa dashje dhe o si t'ja bëj tani. Pra në moment që ti e shkruan këtë fjalë, automatikisht platforma ta sugjeron që kjo gjë nuk lejohet. Dhe
në momentin që ti përdor këto keywords ose këto fjalë që platforma si thua që ka cilësuar me të kuqe, sepse ka iden, ka mendimin se ti po kërkon që të nxjerrësh klient jashtë platformës, atëherë automatikisht ajo, pra dhe ti vazhdon të përdorësh në mënyrë të vazhdueshme këto keywords që ajo nuk t'i lejon, atëherë automatikisht profili jot rritet mundësia që ato ta bllokojnë, pra të ta mbyllin profilin. Pra mundoni që këto fjalë ti eliminoni. Kjo ishte për sa i përket optimizimit dhe regjistrimit në Fiverr. Nuk e di nëse ka ndonjë paqartësi për pjesën e Fiverrit. Mirë, kalojmë tek Upworku. Do ta kemi më të lehtë sepse pak a shumë Upworku nuk është kaq si thua, nuk kërkon kaq shumë detaje sa Fiverr, por një pjesë e gjërave kemi shpjeguar edhe në Fiverr. Atëherë shënojmë Upwork, ja ku del. Sigurisht do t'i bëjmë sign up. Pra, nëse duam të blejmë diçka ose duhet përësisim, jam klient, por unë jam freelancer, po themi. Dhe mund ta bëjmë continue with Google. Emaili im është regjistruar, sepse jam futur më përpara, kështu që nëse futem dhe i shënojmë gjithë gjërat nga fillimi. Provojmë në mënyrë tjetër. Këtë problem kanë këto platforma se në moment që regjistrohesh një herë me atë email, pastaj nuk lejojnë që as të bësh teste as të provosh, pra ta japin direkt që ti je regjistruar. Hapim këtu.
Pra vendosim një adresë emaili, do të kemi kujdes që të jetë aktive sepse do na çojë te kjo adresë emaili do na çojë një link aktivizimi. Që edhe në Fiverr edhe në Upwork do ta kemi kujdes që këto adresa emaili që vendosim do të jenë aktive sepse ja një sekond. Ja vetëm një sekond sa të shoh një adresë emaili tjetër që kam. Këtu e verifikojmë për atë emailin që regjistruam, japim verify email. Sa ta verifikoj. Edhe tani na ridrejton vetë në krijimin e profilit, njësoj si tek Fiverr, këtu na jep disa si thua instruksione të shkurtra ose një demo të shkurtër se si funksionon Upwork e më radhë dhe pjesën e regjistrimit. Atëherë këtu na pyet, pra a jeni për herë të parë si freelancer, keni punuar më parë më radhë? Zgjedhim njërin prej tyre. Na kalon automatikisht në pyetjet e tjera, për cilën me pak fjalë cili është qëllimi juaj, do të fitoni më tepër para. Pra keni merrni më tepër eksperiencë, pra një nga pyetjet që ne mund t'i japim edhe skip këtyre. Por përgjithsisht i zgjedhim, cila është, domethënë preferencat që keni, pra se çfarë doni t'ju sjell Upworku më tepër, pra doni të krijoni paketa, të gjeni më tepër mundësi të reja për veten, të punoni si rekrutues, pra varet se cili është qëllimi juaj. Mund të zgjedhim njërin prej tyre, ose mund të zgjedhim 2 ose të treja, varet se çfarë duam, japim next. O tani filloj me krijimin e profilit. Gjëja e parë që na kërkon është të bëjmë një rezume tonën. Pra të plotësojmë një rezume, ose mund ta ngarkojmë direkt nga LinkedIn nëse kemi, ose mund ta shkarkojmë, pra mund ta ngarkojmë nëse kemi të shkruar diku, ose mund ta plotësojmë edhe manualisht. Pra tani direkt me plotësimin e profilit. Pra ose mund ta marrim gatshëm dhe kjo i rregullon vetë, pra kemi shkruar siç mund ta bëjmë siç e kemi LinkedIn, sepse kanë të njëjtin format dhe ajo e merr automatikisht, ose mund ta shkruajmë ku ta plotësojmë dhe mund të jetë më rekomandueshëm, sepse profilin që kemi në LinkedIn mund t'i kemi bërë update para shumë kohësh, dhe mund mos jetë shumë aktiv, mund mos jetë shumë i updateuar. Atëherë, çfarë do thotë, cila është ekspertiza juaj, pra cila është gjëja e parë në Upwork poshtë faqes së profilit, nëse në Fiverr kemi një përshkrim se çfarë ne bëjmë, pra një përshkrim të shkurtër me 150 karaktere, këtu kemi vetëm poshtë profilit ton kemi të shkruar pra një rresht që është vetëm si thua profesioni që ne bëjmë ose për çfarë duam që na shikojnë njerëzit. Për shembull, ne këtu jemi social media manager. Kjo është fusha e ekspertizës tuaj. Tani vendosim
eksperienca që ne kemi. Nëse nuk duam të vendosim asnjë gjë ose s'kemi eksperiencë, nuk duam të shënojmë asnjë gjë, këtë e bëjmë nothing to add. Këtu, pra, çfarë eksperiencë pune kemi? Pra, në një farë mënyrë jemi duke ndërtuar CV-n ton. Këtu mund t'i vendosim gjitha gjërat, jo vetëm ato që kanë lidhje me fushën ton, por përgjithsisht ato preferohen. Location. Nëse jemi duke punuar akoma këtu, atëherë vendosim vetëm datën e fillimit, po themi, dhe vitin. End date e kemi present, pra jemi duke punuar akoma, dhe këtu një përshkrim të shkurtër të rolit tuaj. Pra njësoj sikur jemi duke përgatitur CV-n. Tani kalojmë tek vendosja e edukimit. Pra njësoj si në Fiverr, çfarë shkolle kam mbaruar? Po themi njërin prej këtyre, degree, Master of Science, po themi, fusha e studimit, supozojmë business, data se kur e kam nga ndjekur, po themi nga 2012 deri në 2022, dhe përshkrimi se çfarë përmbajnë të studimet e tua. Pra këto studime që ke ndjekur të çfarë fushë janë. I japim save. Pastaj plotësojmë gjuhët. Pra tham, mënyra e funksionimit në të gjithë platformat domethënë të freelancing është pak a shumë logjika është e njëjtë, thjesht ndryshon mënyra se si ne i regjistrojmë. Pra po ta shikosh të njëjtat gjëra na kërkoj edhe Fiverr, thjesht këtu na kërkon në një mënyrë tjetër. Pra mënyra e plotësimit është tjetër, por logjika dhe ato që kërkojmë pak a shumë janë të ngjashme. Që do thotë në moment që ti plotëson profilin e Fiverrit, ti mund të hapësh edhe një profil në Upwork, dhe koha që do duhet për të hapur profilin në Upwork, pasi ke hapur të Fiverrit ose anasjeta, sigurisht që është shumë e ulët, sepse ato të dhëna ti i ke tashmë, thjesht do t'i bësh dhe thjesht do t'i kopjosh si thua. Niveli i anglishtes, për çfarë niveli e ke? Supozojmë e kam fluent, add language, pra një gjuhë tjetër, pra shton gjithë ato gjuhë që ti do, gjithë ato gjuhë që ti zotron, që mund të jenë nga bazik deri tek fluent. Tani kalojmë tek ndarja tek skills sharing. Pra ato skillsa që ti ke njësoj si në Fiverr, këtu ti sugjeron, edhe këtu si në Fiverr ke maksimumi 15, për shembull menaxhimi i rrjeteve sociale, social media website, po themi, dhe këtu kërkon tani me social media dhe shiko se çfarë të sugjerohet, social media advertising analytics, po themi. Kliko me media. Mund gjesh një multimedia designer ose ku dëgjon media planner, media monitoring, pra varet gjëra që kanë të lidhje me, ose mund të kërkosh me digital marketing. Ja ku ke digital marketing management. Pra gjëra që janë të lidhura me fushën ku ti je duke punuar, sepse tham, sugjerimin pastaj klientëve ose punën që të shfaqet ty është në varësi të këtyre skillsave që ti ke. Pra nëse ti ke vendosur skills aty menaxhimi i rrjeteve sociale, atëherë edhe kjo do të sugjeroj punë që janë lidhje me rrjetet sociale, sepse nëse ti nuk vendosur skills se ku bën pjesë, imagjino të shfaqen punë edhe për përkthim, edhe nga 100 punë që të shfaqen aty, një mund të jetë për rrjete sociale dhe 99 janë punë që ty nuk të duhen, pra nuk të hynë në punë. Prandaj sa më të detajuara të janë skillsat e tua, aq më shumë të detajuara janë ofertat që të çon Upworku dhe që përshtaten realisht me fushën tënde të ekspertizës. Supozojmë se kemi plotësuar të 15 këto, tani thot now write your bio, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është pak më e shkurtër se në Fiverr, këtu ke vetëm 100 karaktere, dhe këtu ti përshkruan domethënë skillsat e tua, eksperjencat, interesat, por sa më shkurt. Domethënë përshkruan ideja që këtu të lejon dhe pak më gjatë, por përshkruan më ti je sa më koncis, sepse nëse ai që futet ke profili jot shef një tekst gjigant, domethënë që s'merret vesh se tash s'do ri të lexoj 2 faqe të rezumes që ti ke bërë për vete, por duke i shkruar sa më shumë si thua me topics, me highlights, me bold, pra gjëra sa më të rëndësishme për shembull dhe sa më që të jenë sa më si thua catchy për syrin, aq më rëndësishme është edhe për të. Pra aq edhe më efektive, sepse në tham,
në fund të fundit gjithë ideja është që kur të futen ata njerëz te profili jot mos dalin pa porositur, sepse është shumë vështirë të sjellësh tek profili dhe pastaj në moment që vin te profili, puna është që domethënë mos dalin pa këtë mund ta pa porositur një nga shërbimet e tua. Këtë mund ta marrim edhe në këtë që krijuam këtu. Tani choose your area of work. Shërbimet që ti ofron. Cilët janë më kryesorët? Po themi digital marketing. Këtu. Që e keti këtë, për ta shënuar mund ta bësh direkt. Mund zgjesh edhe tjetër, për shembull, atë e zgjodhën, nëse ka edhe një tjetër që do të bësh sales and marketing, për shembull lead generation. Mund të bëjmë dhe marketing and PR. Pra nëse kjo është fusha jote, nëse kjo mund të bësh dhe përkthime, shkruan dhe përkthime. Pra, nuk të limiton se ku, por thashë më e mira është ti të qëndrosh brenda fushës tënde të ekspertizës. Set your rate. Në qoftë se në Fiverr ti punon jo me orë pune, por ti në Fiverr punon pra merr një projekt menaxhimi i rrjeteve sociale për kaq ditë. Dhe ti thua ti, ky shërbim kushton $10. Në Upwork është ndryshe, në Upwork është me orë pune. Pra, në qoftë se ky të thotë ti do menaxhosh rrjetet e mia sociale për një javë, po themi. Ajo çfarë bën ti është llogarit sa orë pune të duhet për të marrë me këtë klient, më duhen 5 orë pune. Dhe ti vendos se sa është një orë pune që ti je i kënaqur, supozojmë e kam $10 një orë punë. E qartë? Atëherë, $2 pra 20% ti merr Upworku dhe $8 të mbeten ty. Dhe në fund vendos foto, thotë location, upload foto, pra zgjedh një foto profili që ti do të vendosë aty. Thamë, është gjithmonë e rekomandueshme që të jetë fotoja juaj personale dhe sa më profesionale. Ktu tash I vendos adresën tënde dhe vendos një numër telefoni. Qyteti ku je me radhë. Ky zip code dhe apartament suite është opsionale, numri telefonit në këtë rast nuk është shënuar. Këto nuk janë opsionale, janë me yll. Ja u krijua profili jo në Upwork. Japim submit. Dhe ky është profili jo në Upwork. Që ne kemi krijuar. Pra krijohet shumë më shpejt se sa Fiverr, sepse në Fiverr fakti që ne I plotësojmë gigsat e me radhë është sepse ka një algoritëm ku ty blerësit mund të vinë vetë dhe të ofrojnë të futen pra blerësit tek profili yt dhe të kontaktojnë për një punë ose për një problematikë që ata kanë dhe ti merresh vesh me ta për mënyrën e zgjidhjes. Në Upwork është e kundërta. Të gjithë blerësat postojnë punën që ata kanë për të bërë. Për shembull, unë jam një blerës dhe postoj. Pra, bëj një përshkrim të punës që duhet më bëj dikush. Dua që dikush më menaxhoj rrjete sociale për 30 ditë, më menaxhoj këto rrjete sociale, pra e bëj unë përshkrimin e punës, se çfarë duhet të bëj dhe ata gjithata shitës që mund ta bëjnë këtë punë shkojnë dhe ja e shohim tani dhe shkojnë dhe aplikojnë te kjo punë. Dhe ai blerësi përzgjedh njërin prej tyre. Pra funksionon si thua në drejtim të kundërt. Pra të Fiverrit. Tani shkoj tu tek Find Work. Pra pasi ky është optimizimi I profilit në Upwork. Pra ti të plotësosh të gjitha ato të dhëna që ai të kërkonte. Edhe këtu ajo pjesa që gjithë sa më shpejt punë e parë me radhë shumë e rëndësishme sepse ndikon në dhënien e connections si quhet. Atëherë Find Work. Ja këtu klikojmë tek Find Work. Këtu janë gjëra që mund t'i plotësojmë edhe më mbrapa, certifikata, gjëra ose eksperienca të tjera që ne nuk I plotësuam. Kemi plotësuar vetëm 60% të profilit, edukimi e me radhë. Gjitha këto që ne mund t'i përfshijmë në një moment të dytë. Tani, këtu janë të gjitha punët që janë postuar, që postohen vazhdimisht, të cilat përshtaten ose përputhen me fushën tonë të ekspertizës. Pra, këtu janë të gjitha ato punë të cilat kërkojnë menaxhim të rrjeteve sociale dhe jo vetëm, por që kanë lidhje me marketingun digital. Për shembull, ja dikush ka plotësuar këtë punë, ka postuar këtë punë. Përshëndetje me radhë.
thot, dua dikë që të më menaxhoj rrjetet, pra të më krijoj kontent për rrjetet sociale. Çfarë do bëni? Krijoni postime në Canva, të skeduloni postimet në Twitter, të skeduloni në Instagram dhe të krijoni një newsletter ose një gazetë mujore. Thot, dua dikë që të punoj pra në periudha fatgjatë dhe aplikoni vetëm nëse i plotësoni këto kushte. Këtu ta ka dhënë thot fixed price, pra çmimi që kjo ofron për këto është $60. Dhe thot që entry level thot preferoj freelancer me lower rates. Pra preferoj me freelancer me çmime të ulta, sepse ka disa që preferojnë freelancer profesionist dhe ai nuk e përcakton këtë. Thot freelancer profesionist për shembull, dhe sigurisht që sa më profesionist i kërkosh individit, aq edhe më të larta do të jenë çmimet që ato vendosin. Dhe moment që ti e shef këtë, kjo është historia e klientit, pra komentet që i kanë lënë klientit. Pra po të shikoni, sepse ka shumë rëndësi edhe klienti, sepse mund të jenë klient për shkakun që u kanë lënë dhe sepse ti edhe në Fiverr edhe në Upwork, edhe klienti të lë review ty si shitës, po edhe ti lë review klienti si blerës. Mund të ketë klientu që i kanë gjitha njëje, pra janë klient të cilët nuk është e lehtë të punosh. Ose janë klient gricës e më radhë, ti mund mos aplikosh fare te kjo punë. Pra nëse këto që i ka me 5 hyje, do t'i kishte gjitha me një hyje, do thotë që asnjëri nga shitësit që ka punuar me këtë nuk ka qenë i kënaqur. Sepse ajo mund të jetë arrogante, mund të ketë 1000 problematika, dhe ti në atë moment nuk e pse merresh me një klient të tillë dhe nuk aplikon fare. Në këtë rast po ta shikosh, kjo është një klient shumë e mirë, gjitha ka 53 komente dhe pothuajse gjitha i ka 5 hyje, 4 hyje, shumë pak ka 2 hyje. Pra shumicën e ka, pra 50 veta kanë punuar me këtë në Upwork dhe kanë dalë shumë të kënaqur. Ja ka marrë 39 reviews dhe me një vlerësim mesatar për 4 hyjesh, që është shumë i mirë. Në qoftë se ti të pëlqen, pra mund ta bësh këtë punë, i lexon gjithë to ekspertizën që ka kjo, pra deri tani këtë e kanë propozuar 50 veta, po ta shikosh, pra 50 plus. Që do thotë ti do të bësh shkon tek apply now dhe do t'i bësh një aplikim për punë. Job details. Atëre në Upwork ti kemi disa më përpara u quhen bits, tani quhen pra kemi këto që quhen bits ose janë connections. Në moment që ty të jep Upwork fillimisht të jep 20 connection që i ke free. Dhe çdo ditë të shton nga 1 nga 2, pra varet. Ose ti këto mund t'i blesh. Në moment që ti aplikon tek një punë, për shembull, ka punë që vlerësohet me 5 bits, me 4, me 3. Për shembull, nëse ti do që ky propozimi jot këtu të jetë i pari, ti shkoj i pari asaj, pra pavarësisht se kanë aplikuar 50 veta, ti do që ky joti të shkoj i pari. Atëherë ti do të harxhosh 15 connections, që ky propozimi jot të shkoj i pari. Sepse nga 20 që ke, pastaj nëse ti do më shumë connections, pra nuk të dalin, ti ja ble Upworkut. Pra si thua connections, janë mundësi që ti ke për të aplikuar. Pra është nëse si të them unë ty, për të aplikuar për këtë punë, ti duhet të harxhosh 4 hyje, 4 connections. Ti ke gjithsej 20. Çdo ditë të shton nga 1 Upwork. Ose mund të blesh, po themi 100 connections, mund t'i blesh për $1 dhe sa më shumë connections që të kesh, aq më shumë mundësi që ti të aplikosh në punë ndryshme, sepse këtu nëse ti i humbet këto 20, ke aplikuar në 5-6 punë dhe këto të kanë kushtuar 20 connections, ke një punë tjetër e radhës, nuk ke mundësi që të aplikosh. Pra duhet t'i blesh si thua. Dhe ti shikon, a ja vlen që në këtë punë për shkakun që ti të harxhosh dhe 15 connections tjerë që ky propozim jot mos jeti 52-ti, po ti i pari. Pastaj ajo mund të zgjedhë edhe të 30-ti, në varet kush janë mbush mendje nga propozimet. Por supozojmë që ti do, pra fakti që i pari rritet mundësia që ajo ta lexojë propozimin tënd. Dhe e zgjedh këtu. Tani që ti të çosh këtë punën, gjë e parë ja këtu e ke $60. Që ti mund ta bësh dhe 100, por rritet mundësia që ajo mos ta pranoj, sepse ajo ka, domethënë ka bërë një kërkesë ku thotë maksimumi është 60. Ti mund ta bësh dhe më të ulët. Pra rrit mundësinë që ajo të kontaktojë 40, nëse je i kënaqur me 40. E qartë, pra, thjesht këtu thotë klienti buxheti klientit është 60, ti nuk mund ta tejkalosh sepse mundësia është shumë e madhe që ajo nuk do të preferoj, si thua. Ama më të ulët ti sigurisht që mund ta bësh.
Tani, pasi ke plotësuar çmimin, këtu projekte të ndryshme kanë kërkesa të ndryshme. Për shembull, kur ai e poston projektin, thotë që të gjithë ata që do të aplikojnë për projektin, ajo ose ai varet, thotë vetëm më çoj një propozim të shkurtër, që si do ta bëj këtë punë dhe pse unë duhet ta zgjedh atë, si në farë mënyrë ti mbushësh mendjen. Disa prej tyre, për shembull, ja kjo ka bërë këto pyetje, marrim projektin konkret. Kjo ka thënë, sa kohë më duhet mua për ta mbaruar këtë projekt? Supozojmë mua më duhen më pak se 1 muaj. Këtu bëj një cover letter. Për shembull, unë mendoj se mund ta realizoj këtë punë me radhë, pra i mbush mendjen asaj se pse të më zgjedh mua, si thua. Pastaj ajo ka bërë një pyetje tjetër, çfarë eksperiencë ke me menaxhimin në rrjetet sociale? Ti mund të rendisësh gjithë eksperiencën që ti ke. Për shembull, punoj për kaq vitesh me rrjetet sociale, kam menaxhuar kaq akaunte të ndryshme. Pjesa e tyre kanë qenë akaunte, po themi nga fusha e biznesit. Pjesa më e vogël ka qenë kështu e me radhë. Tjetra, shpërnda profilet që ti ke menaxhuar. Këtu mund të rendisësh të gjithë ato profilet, gjithë profilet që ti ke menaxhuar. Pra i merr gjithë ato që ke menaxhuar ndër vite dhe i rendit tu dhe ajo i kontrollon dhe edhe shikon nëse i pëlqen ky menaxhimi që ti ke bërë apo jo. Këtu çfarë software përdorni për design? Mund të përdorësh Photoshop, Canva, pra programe të ndryshme për menaxhimin e foto, sepse në këtë rast kjo intereson, krijimi i kontentit dhe i fotove, modifikimit nëpërmjet Canvas dhe krijimi i newsletterave mujore, thoshte. Thot, a je i kënaqur që të postoni 40 për të bëni 40 postime në muaj? Pra do thot brenda kësaj $60, brenda këtij $60, përderisa thot a je i kënaqur, do të thonë që a do t'i bësh 40 postime në muaj? Dhe thot, a e bëni këtë për $40, pra pavarësisht se ka maksimumi 60, do bën dhe një pyetje që e bën këtë për $40? Pra, dhe këtu attachment, këtu mund të uploadësh ti, për shembull, ku dëgjon foto që ke modifikuar, projekte të tua të ndryshme. Pra ideja është nëpërmjet gjithë këtyre fushave, pse ti je më i aftë se këto të tjerë ose je më i miri për të përzgjedhur nga ky individ. Edhe në fund pastaj jep mbasi përcakton dhe këto, i jep send for në këtë rast nuk na e pranon sepse duhet i plotësojmë të gjitha këto, ëh. Ja po themi. Po këtu mund të çosh edhe vetëm yes dhe no, po mirë që ta kesh sa më të shtjelluar atë iden. Understand, i jep submit. Pasi kam dhënë submit tash, unë ja kam bërë propozimin tim dhe pres. Kjo e shef propozimin, në qoftë se intereson ky propozim që unë kam bërë, mund të më shkruaj dhe pastaj vazhdon pjesa e punës. Pra, nëse e pranon propozimin tim, i jep accept me atë pak dhe atë marrëveshje që kemi rënë dakord dhe më pas vazhdon puna dhe është në vazhdimsi. Nëse nuk e pranon, pastaj po ti siç aplikove këtu mund të aplikosh edhe në propozime të tjera pune që ti ke këtu poshtë. Pra edhe këtu mund të jetë një postim tjetër që ke bërë. Pra gjen gjatë gjithë kohës postime të ndryshme që ti sugjeron Upwork. Tani mbas plotësimit të profilit, Upworku nuk ka plotësime gigsa që më radh, thjesht plotëson profilin dhe pjesa tjetër është ndërveprimi që ti ke me klientë të mundshëm. Atëherë, përsa i përket ka dhe shumë rëndësi që gjatë gjithë kohës ta optimizoni profilin në Upwork. Edhe në Upwork, njësoj si në Fiverr, është rëndësishme që t'jeni sa më shumë kohë të gjatë aktiv dhe t'i përgjigjeni sa më shpejt klientëve që ju keni. Nga ana tjetër, mirë është të keni një dosje me gjithë punët që ju bëni. Një dosje, po themi, me gjithë klientët që keni menaxhuar në këtë rast, ose nëse jeni grafik designer, një dosje me gjithë, ku dëgjon, fletushat që keni dizenjuar, me gjithë modifikimet e ndryshme që mund të keni bërë, nuk e di, domethënë që kur t'ia dërgosh klientit, ai të jetë i bindur në punën që ju keni bërë më përpara, me qëllim që
që ta ketë më të lehtë për t'ju besuar dhe në punën që ai ka. Pra gjatë gjithë kohës dërgoni, updatoni profilin tuaj me shtesa të reja që mund të keni bërë, me kualifikime të ndryshme me radhë, testet që mund të ofrojë Upworku. Pra tani është shpejt sepse sa kemi regjistruar profilin, por më mbrapa Upworku edhe nëpërmjet një pagese të vogël ju ofron për shkakun që të bëni testin e anglishtes. Dhe individët, sepse mund të ketë shumë individë atje në Upwork që postojnë punët dhe thotë kusht për të aplikuar në këtë punë është ju që të keni kaluar testin e anglishtes në Upwork. Pra ka kërkesa nga më të ndryshmet në Upwork. Pastaj kjo pjesa e komunikimit me klientët e me radhë, pjesa më e rëndësishme në Upwork është pjesa e propozimit. Pra ajo që ne pam tani, në momenti që keni një ofertë, pra që është postuar një kërkesë për punë, pjesa më e rëndësishme që është për të bërë nga ju është pjesa e propozimit, që t'jeni sa më konciz dhe sa më të saktë në pjesën e propozimit dhe t'i mbushni dhe sa më të sigurt njëkohësisht që t'i mbushni mendjen shitësit që ju jo vetëm që mund ta bëni atë punë që ajo ka nevojë, por mund ta bëni me një cilëtet shumë të lartë. Dhe pastaj sigurisht që pjesa tjetër, kërkesa e referimeve, e komendeve që mund bëjnë, e reviewve me radhë shumë e rëndësishme. Mirë, kjo ishte përsa i përket dy platformave, atëre dhe optimizimit të profilit dhe të secilës prej tyre. Ajo që unë do të sugjeroj edhe që ka më tepër rëndësi, ka të bëjë me faktin e domethënë të gjetjes se sa më shpejt të punës së parë. Kjo është shumë e rëndësishme, si në Upwork ashtu edhe në Fiverr. Nuk e din nëse ka ndonjë gjë, në paqartësi për të dy platformat. Ndonjë pyetje? Nuk e di, a i keni mikrofonat e mbyllur o nuk e dëgjoj. Mirë, nëse keni një pyetje mund ta shkruani ose nëse jo, pastaj për çdo gjë mbetemi në kontakt, ju mund t'i hapni, po. Marko, a mund ta shkruar se nuk e dëgjoj fare. Mos e ke mbyllur mikrofonin? Atëherë, unë jam i regjistruar, domethënë jam i regjistruar si shitës aty dhe nuk mund të hap, domethënë të hap dy adresa njëkohësisht edhe si blerës, sepse edhe kartën e PayPal-it dhe llogarinë e bankës i kam të lidhur me atë të shitësit. Por ajo që mund bëni është që thjesht të gjeni një shokun tuaj, mund të jetë edhe jashtë shtetit aq më mirë, nëse keni ndonjë kushëri, ndonjë të njohur, sepse ai që ta hap profilin e vet në Upwork dhe në Fiverr si blerës, nuk ka nevojë të bëjë gjithë ato plotësime që bëm ne. Ai thjesht futet me adresën e tij si blerës edhe kaq, nuk plotson asgjë. Edhe pagesën direkt e bën nga PayPal, domethënë shumë kollaj. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi është kur keni blerës nga vende të ndryshme, kryesisht Shtetet Bashkuara, Angli e me radhë, edhe ajo rëndësia që jep Fiverr është akoma dhe më e madhe. Pra, unë së ndihmoj dot në këtë pjesë sepse karta ime është e lidhur si shitës dhe të njëjtën kartë nuk mund ta lidh dot domethënë edhe si blerës. Në një pyetje tjetër? Mirë, për çdo gjë që mund të keni, edhe në moment që hapni profilin, keni në po.
Domethënë gjatë kësaj kohe, për çdo problematikë që mund të keni, mund të më shkruani, domethënë direkt, keni një problem me hapjen e profilit nëse nuk e keni hapur ose jo. Atëherë, pagesa, në moment që ti e lidh Fiverr me PayPal, sepse për momentin ne nuk kemi fonde aktive aty dhe nuk e lidhim dot, në moment që ti e ke hapur, për Fiverr nuk ka rëndësi nëse ti, domethënë kujt tërheq lekët. Lekët që ti merr në Fiverr, ai ti kalon në PayPal. Ose mund t'i mbash në Fiverr, domethënë, nëse PayPali automatikisht i kalon çdo muaj në llogarinë tënde bankare, ti në Fiverr për shembull, ke një problem me PayPalin ti ose s'ke hapur llogari bankare për momentin. I regjistruar në Fiverr, i ke bërë paratë tua, ato ngelin ke llogaria jote në Fiverr deri në moment që ti të sistemosh, po themi të hapësh një PayPal që do ta hapësh në Shqipëri, kudo që ti ta hapësh me një llogari bankare, nuk ka problem, mund t'i mbash ato lekë në Fiverr deri në çfarë kohë të duash ti. Në moment që ti pastaj e ke rregulluar se ku do t'i transferosh to fonde, në atë moment i kalon në PayPal, po domethënë thjesht Fiverr ti kalon automatikisht në PayPal dhe nuk ka rëndësi, nëse PayPal-in e ke lidhur me llogari bankare në Shqipëri, në Itali, nuk ka asnjë rëndësi, domethënë funksionojnë si dy më vete. Thjesht vendos adresën e PayPalit në Fiverr dhe automatikisht ai ti kalon, domethënë ti kalon fondet në atje. Po s'ka asnjë problem. Nuk është se nuk ka ndonjë verifikim, domethënë ti sepse nuk kërkojnë verifikim. Domethënë sepse ti në Fiverr mund mos vendosësh as emrin tënd fare, mund vendosësh një emër agjencie, ku dëgjon. Emrin e punës tënde, DSMM, po them kot, ëh, domethënë nuk është se bën deri në atë verifikim aq nuk ka rëndësi fare për Fiverr-in ajo pjesë, domethënë. E vetmja gjë që verifikojnë ata fillimisht ose mbas 2 muajsh fillon është që a përputhet fotoja jote e profilit me kartën e identitetit. Vetëm këtë. Pastaj pjesa se si e keni lidhur PayPal-in, me çfarë llogarie, në çfarë emri është ajo llogaria, nuk ka asnjë problem tjetër. Po, data entry ja vlen, po problemi është domethënë se duke qenë se ka shumë indian ose pakistanes që përfshihen në data entry, edhe çmimi që paguhet për data entry është shumë i ulët. Por si kërkesë ka, por problemi këtu është tek çmimi që ka çmime të ulta. Në një pyetje tjetër? Më të kërkuarat për momentin është digital marketing dhe graphic design. Ke edhe këto datat që janë me analizimin e datave, me analizimin e të dhënave që mund të jenë analizime nga Excel-i, Stata e mëra, po ato kanë një nivel ekspertize pak më të lartë, por mundësia më e shpejtë për të futur për shkak për të punuar në Udemy ke sa të duash, por përgjithsisht janë ato që kanë në Udemy mund t'i gjesh edhe në YouTube. Nuk është se kanë një nivel ekspertize shumë të lartë, thjesht të mësojnë. Domethënë se si të futesh si thua. Po ke trajnime, ke edhe në YouTube, domethënë që mund të kesh falas, po përgjithsisht do të rekomandoja menaxhimin e rrjeteve sociale, është gjëja që mund të mësohet më shpejt. Domethënë si të bëjmë postime, pra menaxhimi i rrjeteve sociale dhe përdorimi i Canvas. Besoj maksimumi 1 javë, 10 ditë, ja merr dorën dhe mund të futesh direkt në punë. Do të thënë, direkt në ofrimin e shërbimeve. Kjo është më e lehta, sepse edhe me menaxhim në rrjetet sociale gjithë jemi jemi në kontakt, dim si të bëjmë postime, çfarë funksionon, çfarë jo. Edhe Canva është një aplikacion, domethënë që ka shumë template të gatshme, ku ti thjesht ndryshon tekstin dhe gjithë pjesën tjetër të dizajnit e ke gati. Edhe gati 90% e këtyre që menaxhojnë rrjetet sociale gjitha nga Canva e menaxhojnë. Pastaj Photoshopi është nivel tjetër. Mirë, ndonjë pyetje tjetër? Mirë, faleminderit. Okej, nëse s'ke ndonjë gjë pastaj për çdo gjë, siç kemi komunikuar në WhatsApp ose në rrjetet sociale, për çdo vështirësi që mund të keni, edhe nëse nuk e zgjidhni dot vet, mund të futem unë ose mund të bëj një video të shkurtër ose mund të futem tek profilet tuaja për t'i rregulluar ose për t'i parë. Pra mund t'i hapni profilet aq sa keni mundësi dhe pastaj mund të më çoni si link edhe
mund t'ju them pak a shumë se çfarë shkon ose çfarë duhet rregulluar. Pra për çdo gjë ose për çdo pyetje që mund të keni, trajnimi vazhdon si thua. Nëse s'keni gjë tjetër, e mbyllim këtu dhe